Djetarë kanë thënë se janë, të më thonë, 7 bazat të dhikrit. Dhe më thonë, nëse dënë me ndërtu këtë faktor që shduhet, edhe me pas fuqi lëvizës e njëtën tonë për ndryshim, do është të 7 baza fort fuqishëm me ndërtu. Ca të në këto bazat? Këto baza këtë në i dimi, këna nguam, po jo si baza. Ka thonë djetarët 7 baza. Baza e parë është e tesbih, subhanallah. Baza e dytë është e tahmid, elhamdulillah. Baza e tretë është e tehlil, la ilaha illallah. Baza e katër është e tekbir, Allahu akbar. Baza e pesë është la hawla wa la quwwata illa billah. Haukala, kjo është fjole madhe, dhikri Allahut. Baza e gjashtë është astaghfirullah. Baza e 7, salavati, Allahumma salli ala Muhammad. Qëto 7, kush i ka të organizuara, të kuptuara, të pretuara si duhet, e lëvizin drejt çdo ndryshimi. Me lenin Allah të mënduar. Me garancë të asaj që Allah ka përmendur. 7 baza të dhikrit, edhe ato që i funksionalizojnë këto 7 baza, janë 5 kuptime. Kuptimi i parë është ta përmendësh Allahun xhallahu ala në garim dhe me përmallim. E dyta të vëzër, dhikri me bindje dhe madhrim. E treta të vëzër, dhikri të përdoret si përkrahje dhe fuqizim. Pastaj të vëzër edhe kuptimi i katërt i funksionalizimit të dhikrit në favor televizjes për të ndryshuar në sezonat e adhurimit. Mos harroni që kjo tema jonë është inkurajimi përmes shembujve të dhikrit. Shikoni pejgambert Allahu xhalla xhala, që kanë përmendur Allahun te bartë. Edhe e fundit në vëllezër, në kuptimit e dhura të dhikrit, që pastaj e mundsojnë që të funksionon si ndihmes në vizje, përkrahje, tjera është edhe varfria edhe nështrimi.